Egjiptianët janë mbledhur sërish në sheshin Tahrir në Kairo për të dëgjuar fjalimin e presidentit Morsi, që ka folur për 2 orë gjysmë. Ndërkohë që është programuar një protestë masive në 30 qershor, ku shënohet dhe 1 vjetori i marrjes së presidencës së vendit nga ana e tij. Nuk ka bërë asgjë për egjiptianët. Vendi është shkatërruar. Jemi kthyer prapa dhe Egjipti tashmë është i përçar. Në fjalën e tij Morsi i ka propozuar të gjitha partive që të formojnë një komitet kushtetues për reformat dhe një komitet për ripajtimin kombëtar. Duhej të ishte një fjalim për të qetësuar njerëzit, dhe jo për të kthyer njerëzit kundër njëri tjetrit, që të vriten mes tyre. Dhe në fakt fjalimi i tij nuk ka shërbyer shumë. Menjëherë pas fjalës, Selia Qendrore e Vëllezërve Musliman, organizatë e cilës i përket presidenti, është sulmuar nga protestuesit.